Mirë se erdhët në ditën e parafundit të vlogut të Majorkës. Do kemi ditën sot dhe ditën e avionit që do kthemi të përfshira në një vlog. Po bëhem gati sepse Kiani ka fletur në 20 minutë që na po gjysmëorshin e tij që ka, kështu që unë kam kohë shpejt do bëhem gati, do vishem, do bëj outfit check. Dhe mbase nëse na del koha edhe ndonjë foto. Gjyna kam bërë tërë këto outfit checks dhe nuk kam asnjë foto. Dhe mendova që unë kam stativin. Pse nuk e përdor? Se jam budalla. Kur bë ke mami, truri që ka një gjë më vete. Kam mendje vetëm çfarë mos harroj për bebin, jo çfarë mos harroj për vete. Bella, bella Isabella, kuku, kuk, kuku. Make-upi 5 minutë. Është gati, tani do bëj vetëm pak shpejt flokët edhe voilà. Po bër outfit check-un e radhës, kjo është veshja që do shkojmë të pim koktejl, tani po marr edhe disa foto. Nuk e keni iden sa vështirë është. Ja, me stativa, me çdo gjë për të bërë një foto të hajrit. Stefan, më mungon zemra ime. Ciao tani se s'kam kohë, mos më zgjohet Kiani, që është në gjumë, pastaj do bëj gati Kianin dhe për koktejl. Bëm gati për të shkuar në pishina. E kam veshur djalin ngrohtë njerëz se është diell, po është ftohtë. Dhe kur dolëm në mëngjes ishte shumë erë, frynte shumë erë, ishte shumë ftohtë. Kurse tani është çik më ngrohtë, por kam marrë dhe kostumin e banjës me vete. Shi çfarë do të kafshoj dhe pastaj qan. Kafshon këtë. Karocën. Nëse do bijem në kompromis, të shkojmë të shikojmë sot edhe pjesën Balaman. Ka Balaman nga 1.9 më duket dhe 6 është ajo Balaman ku bëhet vetëm party. Besoj që duhet ta kesh parë kur je këtu, si zonë. Kështu që shpresoj shumë që të bëhemi mbarë dhe të shkojmë. Po pres këtu të hapet bari që të marrë një latte macchiato dhe ta marrë me vete, se s'kam pirë kafe dhe jam kur nuk pi kafe me zi zgjohem. Kiani nuk është në humor shumë të mirë sot, sepse nuk ka fjetër sa që duhet. Natën fjeti shumë mirë, por tani në mëngjes që bën gjumë gjysmëorë të parë, bëri vetëm 15 minuta sepse ajo vajza tjetër po qante, po bënte zhurma bebash. Edhe i doli gjumi kam përshtypjen, nuk fjeti gjysmëore si s'flen gjithmonë. Kështu, ika tani, me që ky po ri këtu dhe unë po pres shoqen time, të shikoj a është hapur bari që të marrë latte macchiato apo jo. Mora kafen, tani po shkoj në pishinë, po shkoj vetë, fillimit dhe po e pres aty shoqen time që mos më mbas kohë duke pritur në kafe, të shijoj diçka të bukur. Aty te kafja kemi edhe patjetër all inclusive, gjitha për të pirë, kështu që do marrë edhe ndonjë pjetë pa alkool. Edhe kam një bananë si snacks me vete, sepse sot në mëngjes nuk kisha fare uri që të haja të qëtë. Shkojmë te piscina. Tani jemi duke shijuar pishinën, i bërëm ato foto tona masterpieces. Tani po shijojmë këtu, kam marrë një birë edhe një ujë, latte macchiato në piva, jam me zgjuar tani, nuk më dhe mas koka. Në orën 1 hapet edhe dreka. Kemi dhe 1 orë pak për ta shijuar këtu në pishinë, do ta shikoj se sa do fleki janë.
Po, Kian po fle, jam për shefin tim tani, do ta shijoj tërë këtë pamjen. Dhe do ju mbajt updateuar se çfarë do bëjmë më vonë, edhe unë do bëjmë gati patjetër se tani jam thjesht me rroba banje. E kam edhe veshjen për sot dhe veshjen për t'u kthyer nesër dhe mendoj që i kam marrë veshjet në mënyrë perfekte. Pa çka se ca, i kam veshur vetëm për gjysmë. Kështu, shiko me çfarë pamje flen fëmijët tanë, kurse ne kemi fluturuar, unë kam fluturuar për herë të parë në moshën 25 vjeçare. Kian i ka bërë 5 fluturime deri tani dhe është vetëm 7 muajsh. Shiko çfarë fati kanë që kanë prindër që punojnë kaq fort, edhe duan të udhëtojnë dhe vetë, patjetër se edhe prindrit tanë kanë punuar. Do lajmëroj më vonë. Dhe kjo është hera e fundit që po e ham drekën këtu tek rezorti. Unë kam marrë pak makarona me pull, pak brokoli për Kianin dhe pure patates. Dhe pak patate dhe majonez për mamin. Dhe isha të provoj 2 lloj sallatash. Një sallatë me makarona, një me avokado. Kishte edhe sallatë Cezar, por ishte me derdh. Ne kemi marrë dhe kos për Kianin, nëse nuk ka gjë tjetër. Ja. Qa do hajmë? S'kemi marrë luk të vogël. Të shikojmë qa do hajmë sot. Pasi mbaruam drekën, unë vajta dhe u bëra gati në shtëpi, sepse do dalim, do shkojmë tek promenada e famshme e Majorkës, tek pjesa Balaman. Dhe kam ndruar veshjen, jam veshur komplet me të bardha, tani duhet të gjejmë ku është Ira me Belen, ato ishin akoma duke ngrënë kur unë nisa. Dhe ti marrim ato, mora dhe çelësat e makinës, bëra gati dhe djalin. Kam dhe një xheke më vete të djalin. Po, e kam. Kam dhe batanien, kështu që besoj që jemi okej. Erda. Kështu jam veshur unë dhe jemi gati për të ikur. Ndonim të shkoni me fëmijë 20 minuta, 35 minuta larg ne? Ja, ndaluam në mes rrugës dhe gjetëm kafen e parë, sepse fëmijët nuk kanë qefet tona, duhet na bëhet mësim. Gjithsesi mund të themi që e pam palmën edhe nga dëti. Kështu, do rim pak këtu, do bëjmë dhe një xhiro këtu tek porti i Palmës dhe pastaj do kthehemi prap në hotel. Rrugës është një plazh që do donim ta shikonim dhe nëse nuk do marrim shumë kohë këtu dhe fëmijët do rinë urt, do me thënë kur jemi afër plazhit do ta shikojmë situatën. Nëse fëmijët janë okay, do ndalojmë aty mbasi ti marrim në carrier dhe të bëjmë një xhiro të vogël fare, sepse sot duhet jemi herët në hotel, të bëjmë gati rrobat. Edhe mos na qajnë fëmijët se janë dhe këta të lodhur për ditën me neve vërtall. Gjithsesi kemi porositur mojito me edhe pa alkool. Mojito, Kian, mojito. Oj. Shumë këtë. Po kjo është e karamelizuar, është me sheqer apo është thjesht e thatë? Nuk e di, më marrë me sheqer. Po me sheqer. Kemi marrë mojito. Do shijojmë pak të mojiton këtu edhe ti qetësojmë fëmijët. Ti qetësojmë, sa tash ti qetësojmë fillovik. Qa do? Shikoni njerëz, ka lodrat e ti dy. Çfarë do me kap? Çfarë do të kapësh mami mojito që tani ti? Jo, moj zemër, jo. Ja, dhe tjetra mojito. Na njaku, kja, po më përzim. Na njaku. Opa. Shikoni zëgi. Oj, vërtika më ndak, stani, ta kanë më në hala. Stani. I pëlqen për dhëmbë. Do shikojmë të pa të vojton nga zona e kolegës time këtu. Se qa do bëjmë.
por gjithsesi porti i Palmës fillonte që një 2-3 kilometër para, ishte shumë i gjatë. Mbase mund të shkojmë aty ku ishte ajo pishina që e pam nga lart dhe të shikojmë katedralen që këtu nga poshtë. Që këtu e shikoj, është shumë bukur. Ndoshta. Tu pa tu bo, si thash. Atëherë. Erdhi dita. Që të flas në kamerë. Na kujtua ditën e fundit që ta kishim për çdo ditë mbase një përmbledhje, ta kishit shikuar dhe ju me kë kam ardhur, gjithkohës mbrapa skenës. Po. Duhet të vim prapë në një vend tjetër. Edhe tham ditën e parë që të bëjmë vlogje bashkë. I bamë të të në? Në kokë, po. Jena mama para për njëtë. Shumë busy. Prioriteti është diçka tjetër tani, truri jonë. Atëherë po menduam që sot, meqense është dita e fundit, të bëjmë një përmbledhje. Na falni nëse zëri nuk është i lartë, por kemi beba që flenë. Kështu që nga do e fillojmë? Nga ideja pse zgjedhëm një Majorkën. Po. Atëherë, për ne të dyja ishte e rëndësishme të takoheshim diku në mes. Unë nuk shkoja dot në Angli, ti pse nuk vije dot në Gjermani? Unë vi, po kam marrë, së shkoj diku tjetër. Pra kjo më të më shkojmë në Greqi kështu, se kjo kishte hallin e vetë, kishte familje, kishte pasaportin për të bërë, unë thosha, pa jo, në Greqi. Okej, sepse nuk kishim ardhur dhe ishte në mesin e ne të dyjave dhe edhe ishte në listën e të dyjave. Po, ishte në listën për të bërë, pa çka the, unë nuk e dija se kur, duke qenë se i takon Spanjës, për mua më shumë rëndësishme ishte shteti, por Majorka është si më vete, nuk quhet që është pjesë e Spanjës. Kështu që prandaj e bërëm një cek në listë. Por edhe për më ka kënë Majorka dhe Ibiza, vetëm. E Ibiza nuk e ka, e ke bërë Ibizën? A thua është herë tjetër. Tjetra një vite dhe do bëjmë. Edhe pastaj jam komple me Europën, jam e lumtur. Me vërtet? O, sa cool. Të shkojmë atje dhe kemi fëmijët më të rritur dhe do bëjmë dhe jetë natë, jo në balkon, si që kemi bërë deri tash. Dhe le të fillojmë nga hoteli. Qa ishte e rëndësishme për ne? Për ne ishte e rëndësishme që t'ishte afër detit, Po. që të bënim ato daljet në det. Që të kishim me hangër kavaj, për një adoshtim all inclusive. Po, që mos dilnim dhe të kërkonim tani, o qa dohem sot, nuk ka kohë kur ke fëmijët, humbësh kohë për të kërkuar dhe çfarë me hangër. Po, edhe deshme të në gjanët gati. Që të kena me menu, vetëm që kena me ba gjatë ditës edhe ushqimi është i zgjidhur. Po, e sepse juve që nuk jeni mami nuk e dini, po për mamat ky është pushim. Nuk na duhet të gatuajmë dhe të pastrojmë shtëpinë. Shumë e rëndësishme. Pra këta ishin, tash normale që ishte edhe mos ishte shumë larg nga aeroporti, që mos merrim tani një makinë mbasi kishim fluturuar 2 orë me fëmijë, edhe tesnim edhe 2 orë me makinë, sepse fëmijët ishin të lodhur, ne ishim të lodhura. Po, edhe tanulltimi është i gjatë, dhe me thënë është shumë bukur kur vjen, por faktikisht dita që thënë është shumë e gjatë. Po. Kështu që nuk deshme me shtu edhe më shumë këtu brenda Majorkës. Po, sepse menduam për shembull që të shkonim edhe atëherë në Greqi në ndonjë ishull, po mendonim duhet të shkonim në një qytet, pastaj të merrnim anije, kështu që prandaj ishte edhe lokacioni. Kështu ky hoteli që kemi zgjedhur quhet Leonardo, ka Leonardo Suites, Leonardo Royal dhe një gjë tjetër, janë 3 lokacione dhe pak a shumë i përmbushte të gjitha këto gjërat. Ishte diku të 20 minuta larg nga aeroporti. Jo keq. Po jo, është direkt në det, ka do me thënë dalje, jo në rër, po është shumë afër me rër, dhe ka dhe një plazh me gura. Edhe njëna gjatë tjetër që gjithmonë po mendoshim ishte të ishim të një vend detit që është shumë i bukur. Edhe faktikisht kjo deti këtu është shumë i bukur. Shumë e bukur, edhe pamja nga hoteli, pishina, shumë e bukur. Dhe çmimi për mua, jo, ishte shumë all mirë. inclusive për 5 ditë, ishte shumë mirë. Ne kemi paguar, nuk kemi pse ta fshejmë. 762 euro për të dyja, pra me fëmijët që i bie diku të 400 sa, po, me gjithë makinë. 380 i binte pak a shumë për secilën, pra veten time dhe Kian, nuk është se Kian ha shumë, po çon si ka hëngrën ata. Kështu që edhe ne kena hëngrë për ta mujin. Mirë, do kishte qenë të ishim peshu atë ditë që erdhëm. Jo, nuk do të peshojmë për disa ditë.
Edhe kur ti iklim tani, gjia ka vletur ky 380 euro që apo jo? Sepse shumë, edhe faktikisht s'kena harxhu shumë përveç hotelit edhe makinës, kështu që absolutisht. Domethënë, po, edhe çmimi është shumë i mirë. Në çmim përfshish çdo gjë, ngrëna, e pirë, pishina, çfarë nuk përfshish, vetëm ky bari këtu që është mbas orës 18, por neve orën 18 kemi bar balkoni. Tamam. Parti në balkon. Kaq. Prandaj edhe hoteli për ne është një sugjerim, do e sugjeroj, do vije prap këtu? Do si vije, mendon? po. Nëse do vija. Po. Nuk po them që është më i bukur që kam shikuar, po ishte shumë good value for money. Po. Çmim, domethënë çmimi edhe shërbimi ishin në përpjestim të drejtë. Kështu që ishte super okay, dhe njerëzit ishin të gjithë shumë të sjellshëm. Na sjellnin kariget, na qeshnin me fëmijët, e më thash, na jepnin kos, për shkak kur s'kishin kos në menu, na jepnin kosin për fëmijët tanë. Kështu që okay, ky ishte hoteli. Tash makina. Atë bëj një parentesi. Po në shkojnë me bijama, se ne në gati me fjetë. Se na kishit parja ditëve ju. Ja, hajde, vazhdo. Okej. Qa makina? Makina e morëm tek Golden Car. Golden Car? E nuk i në pije, një në gjithmonë po alkohol. Ne ti kishim verë këta video në të farë, na hangër të mort. Okej. Imaginojmë që se kishim e pijë. Mbazë do ishim më të qeta. Po ti ke pirë sot? Mojito. Po 2 hurë dhe piva. Njerës 18 euro për një koktel që nuk e pim. Këtu më kam betë. Fëmijët një atë kohë ishin në zëtë nuk zjarë. Se do mos tami që është pak më madhe, në nuk i s'pa e them. Zjarë. Nuk rrite një vend. Ja. Okej, makinën te Golden Car. Atëherë vendosëm që të merr një makinë, se jemi shumë kurnatë, të paguanim taksi. Faktikisht ja vlerëte. Faktikisht, tash të rrim shtrembër dhe të flasim drejt. Tani ne vinim në orare të ndryshme. Nëse do merrni makinë secila nga ne që të shkonte dhe të vinte vetëm për rrugën e aeroportit, ishte 80 euro pound një rrugë, pra 160 pound për secilën nga ne vetëm për aeroportin, pa bërë asgjë tjetër. Edhe një drejtim një herë. Po pra, do me thënë për secilën nga ne, ti 160, unë 160, 320 vetëm për të ardhur në hotel dhe për t'ikur në aeroport. Kështu që why? Pse kur ne të dyja jemi shoferët të mbaruara? Shumë të mira. Për një të marrin full coverage. Po. Në për just in case. Just in case. Dhe e morëm për me gjithë sigurim për 100 pound. Pra 70 pound ishte për të 5 ditët, që është një çmim shumë i mirë. As 20 pound nuk i bie për ditën. Domethënë unë nuk kam në Shqipëri nuk gjej kurrë kaq të lira. Edhe morëm me full coverage se nuk e dinim se si ngisnin të tjerët, se ne wow. Wow. Faktikisht e dojme, asnjë gërdishje as gjë. Se kemi parë. Kishim këtë ta shohim nesër po me shpresje. Po se pam ne, inshallah se shikojnë ata. Po s'kina nënina i gup se kishim me këtë. Jo, po sikur kur ta kemi lënë, se kemi lënë mua aty në cepi. Po, full stop. Mund po o di çfarë kemi kam bërë apo jo. Kështu që jo, domethënë për te shakave ja vlen të shumë dhe ne donim që të ndërmerrnim edhe ekskursione, siç bërëm edhe një ditë në Palma, që u kënaqëm shumë, dhe filluam dhe një ekskursion sot që nuk e përfunduam, por rëndësi ka ideja. Dhe shkuam përpjekje. Po. Shkuam herën e parë në Palmën pa port, sot pa port, pa palm. Kështu që ja vlen edhe 100, edhe nuk kemi harxuar pothuajse fare naftë, sepse edhe vendet këtu ishulli nuk është gjigant. Kështu që edhe makina ja vlen, për mendimin tim merrni një makinë nëse vini këtu. Po, vetëm gjë që është pak negative është koha që ju merr derisa ta merrni makinën, t'i bani të gjitha dokumentat, edhe është prep një plus kohet në të ditën që ne udhëtuam. Po. Aq më tepër kur je me fëmijë dhe kur je vetëm një. Për shembull, nëse je me partnerin, mund të fëmijën njëri merret me fëmijën, personi tjetër shkon merret me makinën, kurse ne ishim vetë gjithkohës, domethënë lifestyle.
Por, nga që jemi edhe me fëmijë dhe duhet me marrë shumë gjana çdo herë që shkojmë dikon, për shembull dhe karrocat edhe gjitha tjerë që na duhen, faktikisht pastaj makina është shumë komode që ta kemi aty ku jemi ne edhe të shkojmë ku dojmë. Po, edhe nuk e di taksia do na kishte nxënë gjitha gjërat që kishim neve. Tamam. Të ne i kemi futur gjërat nga sedilet, nga këtë. Edhe kishim marrë makinë të madhe, se dishim që kena dy karroca, kështu. Domethënë për makinë të madhe që nuk shkuan për makinë më të lirë, prap ishte një çmim shumë i mirë sepse kishte edhe më të lira se sa kaq. Okej, pra, për mendimin tim, ja vlen dhe merrni një makinë. Si të duk Majorka, ky vendi këtu ku ishim, do e sugjeroje, domethënë njerëz edhe pse nuk patëm fat me motin. Ja, s'kishim shumë. Gjithsesi, unë prap kam një përshtypje shumë të mirë, domethënë e pam këtë pjesën këtu që ishte shumë e bukur, shumë e qetë. Edhe mua domethënë nga që ka kënë listën time, e heka nga lista ime, e heka nga mendja ime, edhe përpse këj kohës ka kënë super, por nuk ka kënë as e keqe. Jo. Domethënë kina mujt me pa gjëra çdo ditë. Edhe kjo është shumë e rëndësishme, edhe për mua e disha se me fëmijë domethënë nuk mundena me shku shumë larg, kështu që kishim breakun në detit, jo sa dalim nga hoteli, pishinën aty, kina ecë në përran, në çunadje, kina shiku lidhin të dalët. Po të përëndu madje ira me gocën ishte edhe njërë në përëndimin e diellit, që ishte shumë i bukur, sepse Kiani kishte fjetur, edhe ishte vërtet një qytet shumë i bukur, keni plot gjëra për të blerë, mundësi për të blerë. Ne jemi në Calvia, po edhe në Palma, ku ishim që është qyteti kryesor i Majorkës, kishte domethënë pa fund dyqane, kishte pa fund detje shumë i pastër, rëra shumë e pastër. Edhe ngjyra e ujit që mu gjithmonë pëlqen. Është shumë e bukur. Dhe më thanë, Majorka është e famshme edhe për plazhet shumë të bukura. Me të vërtet një sugjerim i madh të vish këtu. Po. Edhe jetë natë keni, sepse ka shumë të rinj që vinë, edhe në hotelin tonë kishte edhe shumë familjar, po kishte edhe shumë të rinj dhe shumë çifte, edhe ka për shumë gjitha supermarketet, pothuajse këtu janë 24 orë, që do të thotë edhe natën ka goxha jetë përderisa edhe i mbajnë supermarketet hapur dhe mund të dini gjithkohës diçka. Kështu që për mendimin tim ishte një vend shumë i zgjedhur mirë. Po. Për çfarë doshim ne ishte super. Për çfarë donim neve, për largësinë që donim ne, dhe ta mendosh që ishte vetëm 2 orë me avion, nuk është se ishte ndonjë distancë shumë e madhe. Po. Tash flasim pak si është duke udhëtuar si mamë. Po. Vetëm. Sot na që ka hapur goja. Pra, pse se kena ba më para? Po hajde. Ta hapim edhe nesër gojen. Po mos sa kishe dhe në gojën brapë, do kështë qenë okej. Nuk do kisha keq kuptuar. E presto. Po, varet, se edhe mos me thënë gojën për këtë kuptim, është varet që qapë. Tashi se ke mendje ti të këtë jilë të... Oke, fal. Mama. Hajde, pra. Si është, nga një ranë, për mua është shumë pozitive, dhe me thënë, të ikësh nga shtëpia, mos të rrish e mbyllur, sepse ne të gjitha mamat, dhe me thënë, shumica e mamave të paktën këtu në Europë rrinë vitin e parë në shtëpi. Kështu që pse mos me shfrytëzoj atë kohë që ne jena shumë të mbyllura në shtëpi, dhe me thënë, okay, ndoshta del për ditë për në qytetje kështu, për shumicën e kohëve nuk e kalan me një të rritur, duke bërë muhabet, nuk e janë gjana të rutinës që bën për ditë, kështu që është shumë bukur të delësh nga shtëpia, të ikësh nga rutina edhe të bësh gjëra që të pëlqejnë. Sa e vështirë ishte ama? Ishte e vështirë. Sidomos ne nga që ishim vetëm, edhe ishim pa partenerët, dhe me thënë, me të vërtetë e kupton se sa mirë është për shkak kur çifti shkon diku në bashkë, se burrat i kemi të mirë. Na nimojnë. Por për shkak tamam, njëri mban valizhet. Jam realiste, po. Ose për shembull, njëri lan pjatat. Si kemi la pjatë këtu, por në pjatë vogël të fëmijë, se ku di vetë aty në ta që teshet kur banë pesa den, tjetëri rrën me fëmin, dhe me thënë është më këllaj. Njëri e vën gjumë, tjetëri del bën jetë natë. Po, pse jo? Që po, partneri është shumë i rëndësishëm, aman, më thënë neve femrat ose vajza, në vitin e parë unë mendoj që fëmia ka nevojë vetëm për mamin, që do të thotë, nëse do t'ja jepje burrit, edhe ti këta me pushime,
it's not possible. Nuk në këtë kuptim. nuk Kurse për shembull është e vështirë, por fëmijët në këtë moshë janë gjithmonë pas mamit, që do të thotë nëse mami është aty, janë Mi okay. është okay, po, shumë okay. Edhe atë që kuptova unë është që to kanë kalu shumë bukur. Po. Sidomos për shembull vajza jeme nuk fjete shumë sepse tanë kohën ishte të të kanë entuziaste, du me shiko edhe këtë, nuk flet por tregon këtu. Po, kush i thash kjo? Po, edhe që ishte shumë entuziaste. Kështu që besoj që ky udhtim i ka bërë mirë. Po. Shumë mirë. Po. Ja hap mendjen, s'ka me majt mend. Po. Por kena fotografi, kena video. Por këtë eksperiencë dikun kry është. Sepse gjithsesi, po ta marrim nga ajo që s'mbajnë mos në mend, fëmijët nuk mbajnë mend, nuk e di deri në çfarë moshe, por çdo gjë që neve bëjmë tani me ata e formon atë si njeri. Po, edhe e thet shkenca, jo vetëm ne. Do të thënë formon edhe psikologjinë, por edhe mendjen, se stimulon. Po. Do të thënë kam gjuar ndonjëherë tek këtu komente që pse mbi ngarkon fëmijën, mos kështu se e lodh, mbaje qetë në shtëpi. Unë mendoj të anasjelltën. Mendoj që kjo është ajo që fëmijës i bën mirë, sepse është me mamin dhe ne këtu kemi kohë shumë për ata, sepse siç po thoshim, gatuajnë të tjerët, vin pastrojnë të tjerët dhe ne kemi qenë këto ditë vetëm 100% për fëmijët aty. Nuk gjithmonë ka kanë prioriteti ato. Po, nuk i kemi lënë për shembull 5 minuta aty se shpejt se duhet me gatu. Jo, kemi vajtur, kemi marrë ushqimin, domethënë dhe ata e ndjejnë se ne jemi të çlodhura dhe jemi vetëm për ata aty. Edhe kemi pasur shumë kohë cilësore. Edhe kena kanë të lujtë në kohën. Po, të lujtë. Edhe si po të dyja jena mamë që këndojmë me fëmijët, lozim. Kena kalu shumë cilësore, domethënë vërtet. Domethënë vërtet nuk ishin 2 javë, po ishin kohë e vogël, po shumë cilësore. Kështu që patjetër që është e vështirë që tu udhëtosh si mamë, si shteti, jo vetëm gjëja fizike, por edhe psikologjike, nëse të qanë fëmija tani, si do t'ja bësh? Je vetë, nuk mund, për shembull, një moment ja je partnerit ose të duket sikur ke një krah të ngrohtë aty, edhe sikur mos bëj gjë partneri. Po sikur t'ja për 2 sekonda se në një moment edhe mbi ngarkohesh. Kështu që jo vetëm fizike, por edhe psikologjike dhe ke frikë, do më qaj, do më shikojnë njerëzit, se është edhe ai sikleti, patjetër që ti ke mendjen te fëmia, por kur është dhe siklet të shikojnë të tjerë që na çmendi kjo, e kupton, mbas edhe nuk ta thon, ose kanë mendje që mund të bezdisesh. A dim të në lojnë, domethënë t'ja gjesh çakan. Që të mos qanë më. Po. Kështu që është e vështirë, mirë, po, a duhet zgjedhim gjithmonë rrugën më të thjeshtë vetëm që të jemi në shtëpi? Ja, duhet të zgjedhim atë rrugën që mbase pas sa kohësh, siç më dhe unë ndiem shumë krenare. Po edhe unë, të dia. Që tham, okay, let's do it. Edhe është udhëtimi i dytë që bëjmë të dia vetëm. Po. Domethënë s'vu me mendni, e bëmë prap. Në tani e bërëm më shumë. Tani të kemi lek, se ko kemi, qef kemi. Kështu që njerëz klikojeni këtë video të fitojmë të lek. Një moni, e dire se mama këtu. Po, pra, ne mendoj vetëm për të mirën e fëmijëve tonë, kështu që nëse dhe ju keni qef fëmijët, kështu. Ja, kjo është shaka. Vërtet që por me të vërtet, domethënë, ne të mirë në fëmijëve tonë. Mos thoni se është ka për këtë. Po që vërtet, unë jam vërtet shumë krenare që e bëra këtë për herë të dytë dhe në vetë ndjesh kështu kur njerëzit thonë, po ku është babi? Babi është në shtëpi. Si ke ardhur vetëm me bebin? Po, sepse pse mos ta kaloj këtë eksperiencë me bebin tim? Dhe kam pasur reagime shumë pozitive nga njerëzit që, sa mirë, bravo, se nuk është e vështirë, respekt për ty. Ka shumë njerëz që edhe më kanë komplimentuar në social media, kështu që nëse e keni mundësinë ekonomike, provojeni, mbase në fillim me një udhëtim të shkurtër, mbase jo shumë larg, mbase për shembull 1 orë ose 2 orë nga shtëpia juaj, merrni një hotel ose një shtëpi edhe provojeni. Nëse funksionon, njësoj siç e bërëm dhe ne. Ira e provovi për të parë në Greqi vetë, që kishte edhe familjen aty që çfarëdo që të ndodhte nuk ishte në gjithë kohës komplet vetë, kurse unë e provova në Itali që ishte vetëm 1 orë pak me avion dhe isha vetëm për 2 ditë.
Kështu funksionovi atje, funksionovi atje te ty dhe ja ku jemi sot. Dhe ku do jemi nesër. Atë që duhet të keni në mendje, si thamë që është vështirë, por ja vlen. Do të thënë, ja vlen për të dyja ne. Ja vlen. Vështirësia është më shumë kur vjen edhe kur ik, normal që je të gjitha këto orë në rrugë, edhe je një person duke majt edhe babyn, edhe ta bagazhin. Dhe me thanë, aja ishte gjaja më e rëndë për mu, praktikisht. Sidomos derisa ta merrsh valigjen, derisa ta merrsh karrocën që ta vesh babyn aty, ishim edhe duke majt babyn sipër nesh, edhe çantat që kishim, derisa të marrim edhe tjera që dalin nga check-in. Ajo ishte më e vështira. Por pavarësisht asaj, edhe pavarësisht që, s'keni partner, për shembull, për me nda pak ton punën që përgjithsin që ka një fëmijë. Por prep në jedolme edhe besoj që ajo që ka punu shumë mirë është që fëmijët tonë janë pak a shumë të njëjtën moshë. Edhe e kuptojmë njëna tjetrën, për shembull, vonova, sepse nuk e di, do të më ndru fëmin, ose më fjeti fëmija, po vi pak ma vonë, dhe me thanë, të niseni me atë, se jena duke o bërë, pse të presun, tani është koha ime. Ta ma nështu, dhe me thanë, jo mu stresuoj, thash se po vi për 5 minuta dhe erdhe për 10. Por rim duke komunikuar, duke informuar njëna tjetrën. Unë po iki këtu sepse goca ime nuk është mirë, edhe me telefon, kur të marrosh, për shembull. Edhe tjetër gjë që besoj që punoj shumë mirë me ne është që dishim si më marr pak me fëmijën e njëna tjetrës, që për shembull kishim partenerët me na një mu, por kur muishim, kur e kena vendosur fëmin ton, ose nëse mashim të dy bashk, edhe tjetra bate diçka që ka nevojë. Do të thënë, prap si prap ne ndihmoshim njëra tjetrën shumë. Edhe ajo që ishte me të ba me qesh, ishte kur ishim duke nis makinën, kena pas koncert. Nesër do ta xhiroj nëse do mundem për videon që do kthehemi, sepse unë isha duke ngar makinën dhe Besi ishte në mes. Dhe ishte Kiani këtë, kjo. Dhe pastaj Besi ngatronte gjuhën, i fliste Kiani greqisht, edhe Belës shqip. Nuk është se marrin vesh ato, duke qenë se faktikisht marrin. Po, po që se i fole aty greqisht. Po, ashtu po. Sa për informacion se mos thoni pse greqisht, Besi është rritur në Greqi dhe ka dëshirë që pse jo t'ja mësoj dhe greqishten dhe shqipen vajzë. Kështu që ka nisur me greqishten dhe vazhdo me shqipen, se mos na thoni po pse greqisht, po kështu se keni ndonjë gjë. Po e bëjmë pak më rrallë që mos ta natrohet fjalë, domethënë. Ngatrohet. Por shpejt do t'ja vazhdoj edhe shqipen. Po, sa më shumë gjuhë tuaja, aq më mirë. Kështu njerëz. Merrni valixhet, thuani burrit t'ju ndihmoj dhe t'ju paguaj biletat, nëse nuk keni mundësi vetë, nëse keni mundësi bëjni gjitha vetë, dhe thani burrit mirëpafshim. Edhe bëni qef sepse do t'i kujtoni këto gjëra, kemi kaq shumë kujtime, kaq shumë foto që do ta mbajmë mend këtu. Është ajo që thamë që është krenaria për veten që ja dola, sepse nuk është shumë e thjeshtë. Por është edhe fantastike që unë kam kena, kur t'ja tregosh ti bebit tanë, kur ke kanë ti, ma pak se 1 vjet, kina shku në ka shumë vene në rrë, bashk, edhe ki shku edhe me mamin vetëm. është shumë e vërtet. Do bëjmë ato albumet tona, kështu që asgjë nuk harrohet, edhe pse fëmijët nuk e kujtojnë tani për momentin, kjo gjë do t'i formoj dhe do t'i kemi kujtime të ruajtura. Kështu, ta mbyllim tani se nuk na u mbyll goja sot. Prit, dale do t'ju thoj edhe një herë se Besin e kemi qenë kolegi në prezantimin, prandaj jemi kaq. Nëse më shikoni Besi ose Ira, mos të natroni, kam të dyja. Po. Do t'ja kthehem në të dyja, nëse më thirrni. Ira. Besi është, i thoshin familjar dhe unë ndihesha kështu, ti them Ira apo ti them Besi, unë të them Ira zakonisht. Po, të dyja, s'ka problem. Se më varet në fazën që jam rrit, disa më thoshin Besi, disa Ira, unë pëlqen të dyja, kështu që majt të dyja. Ne që po thoshim ne. Po thoshim që ne kemi qenë prezantuese edhe ndaj ndoshta na shkon muhabeti kaq smothi, po nuk e di nëse do t'ja dalim ndonjëherë prapë të sjellim ndonjë projekt, sepse shiko sa mirë që jemi gjynaf. Shumë gjynaf. E kuptojmë koha na duhet vetëm, po. Por kemi qenë prezantuese në një program televiziv që kishte emrin Albi TV. Po ja, Albi TV. Elegancia e te, si harrove të moj.
E dia që ishte me diçka. Po jo, e keni shikuar elegancetër. O njerëz. Ua, ka qenë shumë me lezetshme. Mua më ka pëlqyer, Kena kaluar edhe bukur. Kemi kalu bukur. Kena dhënë shpirtin. Ne filluam me elegancë jetë tani, nes na mbyll ka goja sot. I 25 minuta zgjohet kënë. Njerëz, ta mbyllim videon. Hajde. Mbase do shihemi nesër edhe pak që të bëjmë videon e kthimit, se si do shkoj deri në aeroport. Ha? Edhe mbase të filmojmë ty se si bën atë show-n tënd në makinë. Po, vetëm atë show tash nuk jam shumë e sigurt, se keni më shikuar ata vokalet e mia të mrekullueshme. Është mirë. Hajde. Si ka që përten Kiani dhe Belës. Më rëndësi ka që ata janë. Okej. Ciao. Ju përqafojmë fort. Pashim.